Më 18 dhjetor të vitit 1865, sekretari i shtetit William Seward deklaroi ratifikimin e amandamentit të 13 të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara. Amandamenti dha fund një kapitulli të hidhur në historinë e Amerikës, duke ndaluar skllavërinë në Shtetet e Bashkuara dhe në të gjithë territoret e saj. Ai kishte fuqi si për shtetet ashtu dhe individët. Në bazë të vendimeve të mëvonshme të gjykatës së lartë, amandamenti përbënte një garanci kundër shfrytëzimit të fuqisë punëtore. Disa shtete, kryesisht në jug dhe veri të vendit, kishin miratuar ligje që ndalonin skllavërinë. Amandamenti 13 hyri në fuqi 8 muaj pas përfundimit të luftës civile në Amerikë. Më 18 dhjetor të vitit 1981, në Shqipëri, një komunikat zyrtare e lëshuar nga Presidiumi i Kuvendit Popullor dhe Këshilli i Ministrave njofton se kryeministri Mehmet Shehu, 68 vjeç, kishte vrarë veten një natë më parë, gjatë një krize nervore. Hollësitë të tjera nuk pasuan, zi kombëtare nuk do të kishte, as funeral shtetëror. Pas një viti heshtje, gjatë së cilës e gjithë familja, e të afërmit dhe bashkëpunëtorët e ngushtë të Shehut u vranë, burgosën, internuan, më 10 nëntor të vitit 1982, Enver Hoxha deklaroi: ekzistojnë fakte të pakundërshtueshme, të cilat ai nuk i paraqiti, se Mehmet Shehu ishte një nga tradhtarët dhe armiqt më të rrezikshëm të vendit, dhe që prej luftës së dytë botërore, agenti i shërbimeve informative amerikane, jugoslave e sovjetike. Pak ditë pas kësaj deklarate, Ramiz Alia, shpallët kryetar i Presidiumit të Kuvendit Popullor, duke nxjerrë në pension Haxhi Leshin, ndërsa Adil Çarçani ishte caktuar muaj më parë si kryeministër. Më 18 dhjetor të vitit 1956, një lojë e përjavshme e quajtur Asgjë përveç së vërtetës u shfaq për herë të parë në televizionin amerikan. Gjatë javës në vijim, shfaqja mori një emër tjetër, Të tregosh të vërtetën. Nën këtë emër, shfaqja u transmetua për vite me radhë. Në Të tregosh të vërtetën, 3 konkurrent pretendojnë se janë i njëjti person, dikush me një profesion apo rezultat interesant në jetë. Të 3 pretendojnë të jenë për shembull John Smith, por në fakt vetëm njëri prej tyre është në të vërtetë John Smith. Një juri e përbërë prej njerëzish të famshëm do i drejtojnë pyetje për të përcaktuar se kush është John Smith i vërtet. John Smith i vërtet do u jap 2 Smithëve të rrem të dhëna me qëllime që të mashtrojnë jurinë dhe të fitojnë lojën e vet. Në përfundim të çdo loje, Smithi i vërtet do të dilte kur drejtuesi i programit do të thoshte: Smithi i vërtet, të lutem, çohu në këmbë, shprehje e cila më vonë u bë shumë popullore në Amerikë. Të tregosh të vërtetën vazhdoi të shfaqej në televizion nga premiera e saj në vitin 1956 deri në vitin 1968. Versionet të tjera të kësaj loje janë shfaqur më vonë, duke përfshirë atë më të fundit të vitit 1990. Më 18 dhjetor të vitit 1863, në Graz të Austrisë, lindi Franz Ferdinand, princi mbretëror i Hungarisë dhe i Bohemisë. Nga viti 1889 deri në vdekje, ai ishte princ trashëgimtar i fronit austro-hungarez. Vrasja e tij me atentat në Sarajev më 28 qershor të vitit 1914 u bë shkak që Austro-Hungaria t'i shpallte luftë Serbisë, ndërsa fuqitë qendrore dhe fuqitë aleate t'i shpallnin luftë njëra tjetrës, duke ndezur luftën e parë botërore.
Më 18 dhjetor vitit 1878 ka lindur politikani rus Josif Stalin. Josif Vissarionovich Stalin ishte udhëheqës i Bashkimit Sovjetik nga mesi i viteve 1920 deri në vdekjen e tij në vitin 1953, pra plot 33 vite, duke mbajtur postin e sekretarit të përgjithshëm të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Ai ishte efektivisht diktatori i shtetit. Stalini arriti të konsolidojë pushtetin pas vdekjes së Leninit në vitin 1924, duke zgjeruar funksionet e rolin e tij dhe duke eliminuar çdo opozit. Ai mbeti sekretari i përgjithshëm derisa u hoq në vitin 1952, njëkohësisht duke shërbyer si kryeministër i Bashkimit Sovjetik nga viti 1941 më pas. Në nënsundimin e Stalinit, koncepti leninist i socializmit në një vend të vetëm u bë një parim qendror i shoqërisë sovjetike. Ai zbatoi një politikë ekonomike shumë të centralizuar të komandës, duke filluar një periudhë të industrializmit dhe kolektivizmit që rezultoi në transformimin e shpejtë të Bashkimit Sovjetik nga një shoqëri agrare në një fuqi industriale. Stalini doli fitimtar në luftën e dytë botërore, por shteti sovjetik u dëmtua shumë dhe pas luftës ekzekutoi shumë heronj. Më vonë, ai vendosi një regjim terrori. Stalini ndroi jetë në disa rrethana misterioze dhe pushtetin e mori Nikita Hrushov. Më 18 dhjetor të vitit 1495, ndëroi jetë Alfonsi i II, i njohur si Alfonsi i Aragonës, duka i Kalabris, mbreti Napolit, mbrojtës i poetëve të rilindjes italiane, djali më i madh i Ferdinandit të Napolit. Më 1460 Ferdinandi u mund keq nga rivalët Anjouin, por triumfoi pas në ndihmë i erdhi Skënderbeu. Ky gjest la gjurmë tek Alfonsi 20 vjeçar, i cili kur u bë mbret në vitin 1494 dhe arbërit kishin mbetur pavatër. Ai përkrahu personalisht familjen e Kastriotëve në Mërgim, tregoi kujdes të veçantë për një stërnip të Skënderbeut, duke i dhënë disa zotërime në rajonin e Puljas, Kalabri, që do të bëheshin më pas qendra banimi i arbreshën në Itali. Më 18 dhjetor të vitit 2013 ka ndëruar jetë aktori i teatrit Fatos Sela. I lindur në Tiranë, Fatos Sela ka kryer studimet e larta në Akademinë e Arteve Tiranë, ku është diplomuar si aktor. Karrierën e ka nisur si regjisor në radio-televizionin publik shqiptar. Nga viti 1975 deri në 95 punoi si aktor e regjisor në teatrin Bylis të Fierit. Ndër rolet më të spikatura të kësaj periudhe janë Dy krisma në Paris, Zoti godet me putër, Kush e vrau Kastinën, Shtrigat e Salemit, Një letër e humbur. Emërohet aktori i teatrit kombëtar në vitin 1995, ndër interpretimet e kësaj periudhe veçojmë rolet Armiku i popullit, Xhaxha Vanja, Portreti i Dorian Grayt, Pulë Bardha, Streha e të harruarve,